Mishte edhe në Berat, edhe në qarkun e Beratit, problematika jo vetëm nga shiu, por dhe nga reshjet e dëborës. Si paraqitet situata, a ka fshatra të izoluar apo njësri administrative, shkurtimisht me kolegën Mimoza Sinane. Përshëndetje Moza. Po Moza, përshëndetje, si paraqitet situata në qarkun e Beratit? Po, përshëndetje, në qarkun e Beratit situata është agravuar ditën e sotme, pasi prurjet e lumit osum kanë qenë edhe të mëdhaja, gjatë natës nuk ka qenë në intensitet shumë të lartë, por gjatë orëve të ditës deri më tani janë prurjet edhe më të njashtuar shumë prurjet e lumit. Si pasojë ne kemi toka në ujë, disa banesa në ujë, dhe kjo kryesisht në bashkinë Dimal, në fshatin Çiflik të bashkisë Dimal, kemi disa banesa në Moral dhe 2-3 banesa, kemi shkollën në katin e parë, në shkollën në Muamer Janina, në Dimal edhe kjo, e cila ndodhet në ujë, janë edhe një dy, do më thënë ka banesa, ka shkollë, ka kopshte, qendre shëndetësore, si dhe disa subjekte, apo si thuash edhe disa subjekte private të cilat operojnë për gjatë lumit bujqësore më shumë në ujë janë në zonën e Dimalit. Ndërsa banesat të cilat ndodhen në lagjen Dafin, Dimal, bashkia Dimal përgjithsisht ka dalë lumi jashtë kontrollit, si të thuash jashtë, kanë rënë dhe argjinaturat të cilat u vunë kur ndodhen rreshjet një muaj më parë, dhe ka përfshirë komplet zonat të cilat ndodhen, të gjitha fshatrat që ndodhen pranë lumit osum. Ajo që të bën përshtypja është se këta banor janë tepër të indinjuar dhe nuk pranojnë me zi flasin, pasi është e treta herë thonë brenda muajit që përmbytemi dhe nuk është marrë asnjë mas për ne. Ndërsa kemi në të gjithë qarkun, prefektura dhe gjithë emergjenca, këshilli i emergjencës kanë dalë në terren, ka qenë ushtria ajo që ka evakuar disa banesa, sidomos në lagjen Dafin, e cila është gjithmonë e përmbytur, është e përhershme si lagje, përmbytet gjithmonë, dhe banorët janë evakuar, janë hequr nga ajo, pasi e ka kaluar katin e parë. Mirë, faleminderit Moza për të gjitha këto informacione që na përcollën nga Berati, në rast se do të ketë situata më të vështira me njëherë do të lidhemi së bashku.